Përshëndetje, mirëmëngjes, hiri dhe paqja nga Zoti ynë dhe Shpëtimtari, Jezu Krishti. Ky është një program i krishter dhe ungjillor që përmes Biblës së Shenjtë sjell fjalën e Zotit si spirancë për shpirtin, si një bove shpëtimi dhe si arsye jete. Jeni këtu për këtë qëllim. Dua të ndihmoj. Jam apostulli Michelangelo nga Kisha Ungjillore Krishti Jeton. Sot do të flasim për themelin e besimit ton, sepse sot ka shumë mira fe në botë, mira Perëndi, shumë fjalë. Dhe ndoshta tani është momenti të ndalemi për një reflektim, të mendojmë, të ndalemi dhe të mendojmë se krishterimi është e vetmja fe e vërtet. E vetmja hyjni që duhet adhuruar është Zoti Jezu Krisht. Fjala, shkrimet e shenjta, Bibla e shenjtë, Bibla, do të thotë libri më i lartë në hebraisht, fjala e fjalëve. Ne jeni këtu me një Bibël. Mbi këtë fjalë nuk ekziston asnjë fjalë tjetër që mund të gjenerojë jetë, me jetë. Bibla thotë se fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Ajo është e mpret si një shpatë në dy teje. Ajo ndan mishin nga shpirti, shpirti nga mishi dhe shkon deri te qëllimet e zemrës. Aty punon Zoti. Zoti nuk punon me stereotipe, Zoti nuk punon me flok, me ngjyrë lëkure, me pozitë suqerore. Zoti punon në zemrën e njeriut. Dhe duhet ju them me siguri absolute dhe me zjarr në zemrën time se krishterimi ka bazën e vet. Krishterimi në Krishtin. Apostulli Shëmpal, kur shkrua një letër të quajtur epistola, epistolat ishin letra të shkruara nga apostujt. Zoti i dha 5 dhunti kishës, dhunti shërbimi, apostuj, profet, ungjilltar, barinj dhe mësues. Ai e dha kishës, askush nuk e ka shfuqizuar këtë. Kisha që të jetë kish duhet të administrohet dhe të udhhiqet nga këto dhunti shërbimi. Pra, apostulli Paul u shkrua një kishe të quajtur Korintasve, dhe ai thot kështu, në kapitullin 3, vargu 10. Sipas hirit të Perëndisë që më është dhënë, unë hodha themelin si një ndërtues i mençur, dhe një tjetër ndërton mbi të. Por secili shikos si ndërton. Pra, Pali përdor këtu një shprehje të arkitekturës, ai thot, shiko, unë si i mençur, ai përdor këtë shprehje, unë si i mençur, sipas hirit që më është dhënë, hodha themelin si një ndërtues i mençur. Pra, ndërtimi i jetës shpirtërore dhe i jetës personale kalon përmes një themeli. Ka njerëz që e bazojnë jetën e tyre shpirtërore te shpirtra mashtrues, demon, tavolinat bardha, të zeza, me 3 këmbë, me 4 këmbë, një entitet, një shpirt afro, një njerëz që adhurojnë hënën ka mira Perëndi. Dhe dua të them që mes këtyre mira Perëndive dhe mira feve, do ta them këtë dhe të lutem, besoje, po të flas me frikë dhe respekt. Ose janë krijuar nga njeriu, ose janë krijuar nga Satani, sepse ai është ati i gënjeshtras, mashtruesi. Pra, Pali thot, kini kujdes, unë si ndërtues i mençur, ky mandat nuk ju dha, as Pietrit, as Gjonit, as Markut, as Jakobit. As një nga themelet e kishës nuk do ta mbante veprën e Zotit nëse do të ishte ndërtuar mbi njerëzjon. Atëherë ai thot, unë hodha themelin si ndërtues i mençur. Pra, Pali po thot se themeli i jetës shpirtërore, një jetë për të qëndruar në këmbë, një jetë për të qenë fitimdare. Një jetë për të jetuar si krye dhe jo si bisht, duke qenë lart dhe jo poshtë. Duhet ketë një themel. E di që shumica e feve nuk kanë themel në asgjë. Është një besim i verdhër. Njeriu beson sepse është përcjell nga brezi në brez dhe beson. Si për shembull, në Portugali besohet në shfaqjen e zonjës së Fatimas. Asnjëherë nuk është taqur. Barinjtë e vegjël u burgosën, askush nuk mundi t'i kundërshtonte. E dim, natyrisht, çfarë po ndolte në atë kohë. Monarkia kishte humbur fuqinë e kontrollit mbi kishën.
u vendos Republika. Republika i ndërpret fondet kishas. Dhe që ndodh? Kisha krijoi një rrëfim për t'i hequr forcën vendosjes së Republikës. Asgjë më shumë. Nuk ka asnjë bazë, asnjëherë nuk është shfaqur. Nëse flet me një person orientalist, cila është baza? Jo, sepse një trup qiellor nuk ka bazë. Nëse i kërkon një personi që adhuron ivullin dhe i thua, nëse i thua kësaj personi, e di që pas një ivulli, një imazhi, një statuje fshihet një demon, sepse nuk ka vërtet bashkim mes dritës dhe errësirës, mes Krishtit dhe të ligut. Pra, e vetmja bazë, themel, shkëmbi i jetës është krishterimi. Dhe Pali tha, unë hodha si ndërtuas i mençur, tjetri ndërton mbi të, por secili let shok si ndërton. Sot ne kemi një kishë moderne. Sot ne kemi vlera që shpallen si të krishtera, por nuk janë. Sot ka theks në shumë vende. Në vallëzim, në retet, njerëzit bërtasin, dridhen, kërcasin këmbët dhe thonë, shiko, këtu është Krishti, këtu është vajosja e Zopit. Nuk ka asnjë lidhje me themelin, nuk ka asnjë lidhje me bazën. Prandaj, secili le të shoh si është. Sot jemi përballë modernizmit, njerëz që duan të rishkruajnë Biblën. Njerëz që thonë gjëra që Bibla nuk i thot, por i thonë sikur ti kishte thënë Zoti. Në fundit, ne po jetojmë një kohë shumë të vështirë, që vetë Bibla thot se janë ditët e vështira të fundit, ku mashtruesi vjen në mënyrë të ligë, shtrembëron të vërtetën, i çon njerëzit drejt një dere të gjerë, sepse nuk kanë themel. Mua askush nuk do të më çonte drejt një dere të gjerë. Unë e di se dera ku po udhëhiqem dhe po udhëheq mira njerëz është drejt Jezus Krishtit, pikërisht një derë ngushtë që të çon në shpëtim. Dera e gjerë të çon në humbje. Pastaj ai vazhdon duke thënë këtu, sepse askush nuk mund të vendos një themel tjetër, përveç atij që është vendosur, i cili është Jezusi. Pra kisha që t'jetë kish ka vetëm një themel që është Krishti. Dhe kush e vendosi atë? Apostulli, shumë Pali. Në 14 letrat e tij, ne shohim këtu se çfarë është ungjilli i parethprerjes për paganët. Ai tha, askush nuk mund vendos një themel tjetër. Pra, nuk ka kuptim të vendosësh themelin në një zinxhir, në një tundje, në një vaj, në një krip, në një lule, në një sapun, në një flijim, në një rit, në një ceremoni. Asnjëra prej këtyre nuk është themel. Kjo shtëpi do të djerë. Do të jetë një shkatrim i madh, tha Jezusi, sepse nuk po ndërtohet mbi të vërtetën. Faleminderit. Dhe i vetmi themel është Jezu Krishti. Pra, ai thot megjithatë, nëse dikush ndërton mbi themelin me argjend dhe gur të çmuar, dru, kasht dhe bar, do ta lexoj me qetësi, sepse është shumë interesante. Megjithatë, nëse dikush ndërton mbi themelin, është argjend dhe gur të çmuar, dru, kasht dhe bar, vepra e secilit do të bëhet e dukshme. Sepse dita do ta tregoj, pasi do të zbulohet nga zjarri, dhe vetë zjarri do të provoj se çfarë është vepra e secilit. Çfarë do të thotë kjo? Që jeta në të vërtetë është një jetë lufte. Askush nuk është këtu duke menduar se me ujë kokosi buzdetit do të fitoj në jetë. Atëra i tha, shiko, ke dy mënyra për të treguar që ke një jetë të ndërtuar në mënyrë të drejtë. Dhe një mënyrë një. Mënyra tjetër është e gabuar. Ai tha, argjend dhe gur të çmuar. Çfarë e identifikon këtë? Gjërat e çmuara, zbulimi i hirit të Zotit, kur Zoti ndriçon sytë e zemrës, kur Zoti heq velat shpirtërore dhe personi arrin të kuptojë kush është Jezusi, Zoti, shpëtimtari, që nuk ka më asnjë lidhje me judaizmin. Kisha e Jezusit nuk ka asnjë lidhje me Mojsiun. Kisha nuk është e detyruar të bëjë rite, larje. Ka njerëz që janë larë, janë pagzuar 10, 20, 30 herë, sepse ata kur nuk ka pasur një themel të vërtet. Ajo nuk e di kush është i larti. Barinj i deleve, kryeprifti i rrëfimit ton, apostulli dhe profeti i shpirtit ton, i plot fuqishmi, i mrekullueshmi, këshilltari, perëndia i fortë, ati i përjetësisë, princi i paqes, i vetmi perëndi i vërtet, kreu i kishës. Pra, kisha Krishti jeton, ka një themel, nuk është njeriu, kisha është e Zotit. Ishte vetmja.
entiteti vetëm që ai krijoi në botë, në tokë. Ai i tha Pjetrit, unë do të ndërtoj kishën time dhe portat e ferrit nuk do të mbizotrojnë, sepse unë do të ndërtoj mbi këtë shkëmb. Ai po i referohej vetes Jezusit. Dhe pastaj vjen Pali dhe thot, shiko, unë hodha themelin si një ndërtues i mençur, tani i shihni si ndërton secili. Askush nuk mund të ndërtojë nëse themeli nuk është Krishti. Nuk ka kish, nuk ka të vërtetë, nuk ka sovranitet. Nuk ka jetë përjetshme, nuk ka shpëtim, nuk ka falje, nëse nuk është për Zotin dhe shpëtimtarin ton Jezu Krishtin. Atëhera i thot, argjend dhe gur të çmuar. Kjo ka të bëj me çfarë, apostol? Ka të bëj me identitetin shpirtëror, me rritjen, me pjekurin, me zhvillimin. Pali arriti t'i thoshte kësaj kishe, shikoni, unë nuk mund t'ju flasi të rritur, ju jeni fëmijë, ju jetoni me qumësht. Unë dua t'ju jap ushqim fort. Ushqimi i fort është ari, argjendi dhe gurët të çmuar. Askush nuk merr ar thjesht nga rëra, gur çmuar, ar, argjend, këto nxirren, këto shkojnë thellë brenda. Prandaj, studimi i fjalës, thellësia e fjalës, kur dëgjon një mesazh ekspozitiv, nuk është ajo puna t'u pafshim dhe bekime. Tashma është vonë, ora ka kaluar, deri nesër në shërbesën tjetër. Dhe tashmë i ke kushtuar një orë e gjysmë këngëve, je rrotulluar, ke kërcyer lart, ke bërtitur, ke tundur kokën. Dhe pastaj nuk ka më asgjë për të bërë, sepse nuk ka themel. Dhe jetët po humbasin, sepse po çohen drejt një dere të gjerë që të çon në humbje. Pra thash argjend gur i çmuar. Askush nuk e shkatron këtë këtu. Kur ke një jetë të ndërtuar mirë, dhe unë i falenderoj Zotit, sepse sot kam përveç një denominacioni të madh, një kishë të madhe, sepse është e tij, tani kemi më shumë se 1 milion djegës, që do të thot 20 marakanat mbushura plot me njerëz që thonë, prit pak, këtu gjeta rrugën time, të vërtetën time, jetën time, te ky predikues gjeta fjalën profetike, në këtë mesazh të hirit të Zotit, gjeta zbulesën e vërtet, gjeta sigurinë që nuk e kisha. Kur bëja jejum, vigjilje, rite, absolutisht. Kjo nuk është kjo. Atëherë, çfarë është apostulli? Është dru, karsht dhe bar, ari, argjendi dhe gur të çmuara të ndërtuara mirë. Studion Biblën, dit lavdëroj, dit adhuroj, dit ketë jetë lutjeje, dit të ndërtoj jetën, të ndërtoj kompanin, të ndërtoj bizneset mbi vlera. Të pathyeshme që janë vlerat e besimit. Kjo është argjend dhe gur të çmuar. Pastaj vjen ai lëvizja që bën një lutje, një larje, një tundje, një vaj të vogël, le të tjera. Ai është kasht, dru, karsht dhe bar, dhe thot se zjarri është ai që do të provoj kush është kush. Atëherë, kur vjen vështirësia? Profeti Isaia tha, kur të jesh në zjarr, ai nuk do të djegë. Sepse Bibla thot që ne kemi një themel që është Jezu Krishti. Është i patundur, nëse Zoti është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Thuje këtë. Nëse Zoti është me mua, kush mund të jetë kundër meje? Më i madh është ai që është në ne, se sa ai që është në këtë botë. Atëherë ai tha, "Shuko. Do të shfaqet, veprat e secilit do të bëhen të dukshme, sepse dita do t'i tregoj. Po zbulohen nga zjarri dhe çfarëdo që të jetë vepra e secilit, vetë zjarri do ta provoj. Nëse vepra që dikush ka ndërtuar mbi themel qëndron, ai do të marrë shpërblim. Nëse vepra e dikujt digjet, ai do të pësoj humbje, por vetë ai do të shpëtohet, megjithatë sipërmes zjarrit. Do t'ju them diçka tronditse. Përvoja e një ministri me 46 vite shërbim, prandaj nuk kam filluar dje. Gati gjysmë shekulli dhe pre gati gjysmë shekulli jam edhe predikues. Kam parë që një pjesë e madhe e popullit krishterë shpëtohet si përmes zjarrit, gjithmonë në vujtje. Kam agjeruar, duhet të agjeroj më shumë. Kam paguar çminin, duhet të paguaj më shumë. Kam sakrifikuar, duhet të sakrifikoj më shumë. Kush jam unë? Nëse Jezusi ka sakrifikuar, unë duhet të sakrifikoj. Jezusi ka vuajtur, unë duhet të vuaj. Është edhe një vigjilje, është edhe një agjerim, është edhe një mal, është edhe një sakrificë. Nuk ha, nuk fle, bëj vigjije. Pra e gjithë kjo është dru, kasht dhe bar. Do të digjet.
Sot kemi më shumë se 20 milion të krishterë të larguar sepse nuk kishin themele. Kur erdhi shiu, era me forcë ose lumi doli nga shtrati, shtëpia u rrëzua. Dhe unë jam sot këtu për të ndërtuar shtëpi, për të ndërtuar jetë, për të ndërtuar kompani, ndërmarrje, për të ndërtuar jetën tënde. I kam thënë Zotit, Zot, ti nuk je shumë të pasur të fuqishëm, të mëdhenj dhe fisnik, por ke. Prandaj, ne duhet të dimë që mesazhi arrinte çdo stres. A, B, C, D, deri të shtresa minimale, shtresa e vogël, që tani kanë vuajtur me pensionin e tyre. Pra, Zoti ka një plan, Zoti ka një fjalë, Zoti ka një rrugë, Zoti ka një të vërtetë. Dhe ajo nuk mund shpenzohet me dru, kasht dhe bar. Ajo puna që Zoti vekoft dhe le ta agjerojmë, shiko, djalli, ka një ndikim të keq, kjo nuk vlen për asgjë. Zjarri djeg këtë jetë. Dhe ka shumë njerëz që po digjen nga zjarri. Janë të shpëtuar, po djegur. Asnjëherë nuk kanë pas kënaqësi, asnjëherë nuk kanë qenë të lumtur, asnjëherë nuk kanë parë një arritje, sepse nuk kanë një themel. Dhe që të vendosësh themele, unë ndërtova këtë katedrale të madhe. Krishti jeton. Më kujtohet kur filluam të vendosnim veprën. Po, u hapën gropa shumë të mëdha, u hodhë shumë beton i armuar dhe hekurat, bazat, për gjitha ato që më pas të fillonim të ndërtonim kolonat dhe të arrinim në fund. Pra, kjo qëndron në këmbë. Pse? Sepse u ndërtua mirë, ka themele. Ashtu është edhe jeta jonë shpirtërore. Shumë njerëz e marrin këtë punë si tu vi me dru kash dhe bar, kur vjen një herë bie. Kur fryn me forcë shembët. Kur bie shi ose lumi del nga shtrati, është shkatrim. Sot është dita e ndryshimit. Sot është dita që ti të thuash jo, nuk dua më në jetën time. Dru, kasht dhe bar, unë nuk shkoj në një kish për të dhënë 10 shëntime, për të dhënë ofertën time, për të marrë kohën time dhe pastaj të kërcej atje, të bëj zhurmë dhe të bëj një morim marrëzish, ashtu siç bëhet sot në emër të Jezusit, që quhet vajosja e Zotit. Dhe pastaj druri, kashta dhe bari digjen. Ari, argjendi dhe gurët e çmuar, një? Sa herë je provuar ti? Dhe në momentin e luftës dhe dëshpërimit nuk dije nga të ikje? Nuk ishe një pastor që tu udhëhiqte vërtet. Nuk ishe një kish për të cilën thoje, kjo është kisha ime? Nuk ishte një popull për të cilin thoja, ta janë vëllezërit e mi. Nuk ishte një altar që të shpallte një mesazh të sigurt, një mesazh transcendental, një mesazh shpirtëror. Tani pike. Zoti na vuri ball për ball, sepse Zoti do që ti të kesh një jetë të mirë themeluar me një strukturë shpirtërore që quhet një themel i cili është Krishti. Nuk mund vendoset një themel tjetër. Nuk ekziston jetë e krishterë me një themel tjetër. Pali, dhe po e përfundoj, kur u tha Galatasve se letra drejtuar Galatasve është letra e lirisë për besimtarët, shumica janë të burgosur dhe sklever, a i tha, nëse vjen dikush, qoftë edhe një nga ne, një engjëll apo një nga ne, dhe predikon një ungjill tjetër, përveç këtij të arit, argjendit dhe gurëve të çmuar, le të jetë i mallkuar nga hiri i Zotit. Anatema do të thotë mallkim. Kush është nën veprat e ligjit është nën mallkim. Edhe nëse bën 10-20 pagëzime në ujë, flijime, agjërime dhe vigjiljet nuk vlen për asgjë, zjarri është ai që provon. Dhe dua që ti të kesh një jetë të ndërtuar mirë. Dhe dua të bëj një ftesë që të njohësh kishën Krishti i gjallë. Ne madje mund të tregojmë fasadën e katedrales, kemi parkinge të sigurta, një zonë të bekuar. Në fakt, janë 10.000 metrat kator më të bekuar të Rio de Janeiros dhe të Brazilit, sepse ajo që duam është që e vërtetat përhapet dhe jetët shpëtohen. Mirënjohja ime Jezus që jam instrument i lavdisate. Të uroj një pjesë të mbetur të diellës shumë të lumtur. Mos harro, ekziston vetëm një themel, dhe ai është Krishti. Tami, secili të shoh si qëndron ai gek, të kam paraqitur një rrugë të fortë, të mirë strukturuar, me kuptim jete, me arsye për të jetuar. Hir dhe paqe. Shpall shërimin tënd, çlirimin tënd dhe marrjen në zotërim të asaj që armiku ta ka marrë,
të rikthyer dy fish për lavdinë e Zotit. Hir dhe paqe në emër të Jezusit.